vepra penale në policinë e Kosovës gjatë këtij viti janë raportuar më pak. Dikon -3.54% ka më pak raste penale të raportuara në polici. Gjithsej rastet raportuara në polici, që është raportuar policia se mund të ketë ndonjë rast që fare nuk është raportuar në polici, kemi një rritje prej 2.4%. E këto rastet hyjnë edhe veprat penale, po ashtu edhe kundërvajtje dhe vepra tjera më të timta ose për nga natyra më të lehtë kriminale se kundërvajtje. Këtu do total kemi pas rreth 10% më shumë. Vrasjet kemi pas 17 vrasje të raportuara në vitin 2024, ndërsa në këtë vit kemi 18 raste, do të kemi një rast më shumë që ka ndodhur. Lëndime të rënda trupore kemi pas 7.8% më shumë, vjedhje kemi më pak 1.89%, vjedhje të rënda kena më pak, ose ka të lëshënuar rënje, me -2.87%, grabitje kanë qenë në vitin 2024 70, ndërsa në këtë vit janë 62, -11.43%, edhe po ashtu, për një fat i mirë, kemi pas edhe rënje të raste të dhunës familje, diku me -2.2% gjatë këtij viti. Ne kemi filluar vitin 2025 duke marrë me pasojat e sulmit terrorist që ndodhe në Iber Lepens me datën 29 nëntor të vitit 2024. Mandej pas këtij rasti, po flasim për disa për rasteve të rënda që kemi pas, ishte vrasja e rreshtërit ton në Kaçanik, Muhamet Likës. Mandej gjatë verës e patëm rastin e rëndë të vdekjes së personit gjatë intervenimit policor. Po ashtu gjatë fundit vitit kemi pas angazhime në shumëta, po ajo çfarë ishte më e mira ishte kulmimi me aktakuzën që Prokuria Speciale e ngriti ndaj personave të dëshmit që kanë qenë të involuar në rastin e sulmit terrorist, spionazhit dhe veprave tjera penale që ndërlidhen me këtë sulm. Edhe mendoj që ky është suksesi më i madh i gjithë këtij viti, po flasim për raste serioze. Ne patëm edhe 4 parë zgjedhje që në bashkëpunim me KQZ-n, në bashkëpunim po ashtu me Prokurinë, Këshillin Gjyqësor është dashur të angazhojmë personel me mira, trupa policore, avtomjete, kohë për të garantuar rend dhe lezë gjatë tyre proceseve zgjedhore prej shkurtit, pastaj tetorit, nëntorit dhe tash të fundi me datën 28 tetor kur dhe u kryen zgjedhjet e fundit.